Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Jemi në të premten e madhe, ose në gjuhën popullore e premtja e zezë. Sepse ne jemi përpara një ngjarje të jashtëzakonshme, të cilët jo në mënyrë skenike, por duke hyrë në atë kohën pa kohë të Zotit, ne sot kemi marrë pjesë në kryqëzimin e Krishtit, që ka ndodhur edhe tani në Kish. Dhe ne jemi pjesëtar të asaj ngjarje, siç ishin judejt, romakët, dhe jemi ndarë në grupime. Në ata që ishin miqtë e Krishtit, vajtonin për kryqëzimin e tij, por dhe të tjerët të cilët kërkonin kryqëzimin e tij, talleshin me atë, e përqeshnin e torturuar. Të dashur të krishterë, shpeshherë neve për shkak të situatave të vështira që kalojmë, themi që Perëndia na ka haruar. Madje disa që vuajnë thonë Perëndia nuk më do mua. Por ja ku jemi sot përpara dashurisë së përsosur të Perëndisë. Aq shumë e deshi Zoti botën, pra neve njerëzit, sa dha birin e tij, që kush besoi tek ai, mbos u mbas, po të ketë jetë përjetshme. Perëndia nuk e dërgoi birin në botë të gjykojë botën, por bota të shpëtohet me anë të tij. Dhe si u shpëtua bota me anë të birit Perëndis? Nuk u shpëtua thjesht me fjalë, as me gjykim, u shpëtua me vetë sakrifikim. Isu Krishti, biri i Zotit, i biri i njeriut, shkoi në kryq, si qingji i Perëndis që shlyen mëkatet e botës. Sepse mëkati njerëzor, mëkati ynë lahet vetëm me gjak, jo me gjakun e kafshëve, që fatkeqësisht sot njerëzit besojnë, por me gjakun e birit të Perëndis, që e derdhi në kryq për mëkatet tona. Prandaj askush nuk mund thot Perëndia nuk më do. Askush nuk mund thot që Perëndia na ka braktisur. Perëndia na do. Me dashurinë që ka te biri i tij, atë dashuri ka te neve. Por a e duam ne Perëndin? Prandaj zemrat tona sot duhet të mendojnë dhe duhet të mbushen me mirënjohje, me dashuri për Perëndin, për birin e Perëndis që u bë bir njeriu dhe kryqëzua për ne, për shpirtin e shenjtë që i bëri të gjitha të mundura, njerëzimin dhe kryqëzimin e birit të Zotit në bir njeriu, për shpëtimin tonë. Apostulli Pavli në letrën e tij na thot shumë qartë: por Perëndia e tregoi dashurinë e tij ndaj nesh në atë ku ne ende ishim mëkatar. Krishti vdiq për ne, shumë më tepër pra, duke qenë tani të shfaqsuar në gjakun e tij, do shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndin me vdekjen e birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Të dashur të krishterë, dy gjëra janë përzgjidhje. O mëkatet tona do t'i laj biri i Perëndis me gjakun e tij nëpërmjet mistereve të kishës, pagëzim, pendim, rrëfim, kungim, ose do t'i lajmë ne dhe fëmijët tanë. Sot bota është në një udhkryq shumë të madh. Shikoni çfarë po ndodh. Dhe bota është përpara një zgjidhje. O do shkojë te Isu Krishti, e do gjunjëzohet, e do përulet përpara tij dhe do ta pranojë si shpëtimtar, siç e pranojmë neve, ose bota do vuajë mëkatet e saj. Por ne nuk jemi të botës. Ne jemi të Perëndis. Ne jemi të bashkuar me Krishtin në kryqëzim dhe në ngjallje. Dhe fundit që do them është kjo: ne nuk qajmë një njeri të kryqëzuar, sepse ai nuk është një qyqar, nuk është një mjeran, ai shkoi vetë në kryq, triumfator, dhe në kryq mundi 3 armiq më të mëdhenj që ka njeriu: djallin, mëkatin dhe vdekjen. Kështu edhe neve
shikojmë te Krishti i kryqëzuar dhe i vdekur, por me shpresën e ngjalljes, që shpejt në ditën e Pashkës do ta gëzojmë dhe do ta lumërojmë dhe do ta përhapim duke thënë Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Amin.